atë besohet, mos me qenë rroga e bashkëshortes, në fund të muajit nuk do kishim pasuri edhe për bukë. Në një prej rasteve, në një takim me një prej këngëtarëve, i cili merrej me muzikë, me këngë, tha: hoxha, besom që kam qenë në vendet e Evropës, në disa vende dhe në klubet të natës, në çdo natë kam marrë me mijëra euro, për çdo natë me mijëra euro, dhe jam kthyer. Atë besohet, mos me qenë rroga e bashkëshortes, në fund të muajit nuk do kishim pasuri edhe për bukë. Subhanallah, po ato mijëra euro ku shkuan? Ato mijëra euro nuk kanë bereqet, mund të jenë shumë, mund të duken shumë, ama bereqet nuk ka prej atyre. E ai i cili jeton me halal, punon me halal, mundohet, angazhohet në atë mënyrë që Allahu është i kënaqur, aty zbret bereqeti.